Pas Shamis, Berisha nxori edhe lapsin e letrën për të shpjeguar revolucionin e tij final fiskal. Por problemi duket se nuk është as te lapsi as e letra. Fokusi i kreut opozitës në këto ditë të zëna fushate sa vjen e ngarkohet dhe ngatrohet. Në qoftë se para është 8% të çmimit të referencës, taksa jonë do t'jetë 2% të preventivit. Pra, i bie një ulje shumë e madhe. Një ulje mbi 10, mbi 15 herë. Programet e Berishës në ekonomi nuk kanë qenë gjithmonë të suksesshme. Në vitin 1996, suksesi më i madh ishin piramidat. Në vitin 2013, kur iku nga pushteti, e la vendin me rritje ekonomike 0, por në fushata elektorale, politikanët kthehen lehtë në magjistar. Por, vetvetishëm, ky sistem fiskal rrit 13% rrogave të shqiptarëve, pavarësisht nga premtimi ynë për rrogën mesatare 1.200 euro. Shifrat e buxhetit janë sinjal i shëndetit të ekonomisë. Sa më i lartë ai është, aq më mirë është ekonomia, por zoti Berisha mendon ta shkurtojë me mbi 40%. Pjesën tjetër thotë do t'ju kthejë njerëzve kesh në dorë. Ne do e zbresim buxhetin. Nuk shkojmë 8 miliardë euro, jo, por me ato që mbetën. Të supozojmë do mbeten 6 miliardë, 5 miliardë. Të parat, akti parë të kthejmë parat që kemi marrë qytetarëve. Ajo që nuk kuptohet nga kjo ofertë fantastiko-shkencore e Berishës është nëse kjo është shenjë entuziazmi apo dëshpërimi e kreut të opozitës. Të gjitha sondazhet, përfshirë edhe ato të një ditën parë, e nxjerrin Partinë Demokratike në rënje të lirë. I fundit, mbrëm për Tiranën, e nxjerr opozitën e Berishës vetëm me 10 mandate, pra 2 më pak se ajo që quhej si listë e sigurt e Partisë Demokratike. Berisha nuk të lë të gabosh. Sondazhet tona tregojnë se në zgjedhje të lira fitimtar absolut është Partia Demokratike dhe me zgjedhje të lira Partia e Krimit kthehet në 92-shin. Ngushëllimi Berishës që ai, ndryshe nga Rama, nuk i shmang akoma mediat. Ai dhe Kim Jong-un janë të vetmit kryeministër në botë që s'pranojnë asë një pyetje nga asë një gazetar se nuk takohen me ta. I vetmi problem nëse fushata e Berishës vazhdon kështu, është se shumë shpejt gazetarëve do të mbarojnë pyetjet për liderin suprem të Shqipërisë madhështore. Dhe vërtet ndoshta skemi do të pyete për doktorin, por zoti Lami ka pyetje për Krashnik Shollakun. Duhet pohuar që ishte kronik acid. Acid. Na zhvendosi tek pyetja për të bërë një... Na shkon. Unë do bëja 3 komente të shpejta për këtë... Po sinkronet janë reale. Për këtë sinkron dhe pastaj do drejtoj pyetjen ke zoti Shollaku. Së pari, zoti Berisha ka marrë përsi për gjithë fushatën për të lënë të kuptojë apo për ta bërë të ditur ke PD-ja, merita dhe përgjegjësia e humbjes apo fitores është e imja. Është gjithkohon vetëm ai në qendër vëmendjes. 2, po, është zgjedhje. Ta shikojmë çfarë ndodh. 2 sigurisht, patjetër. Nëse nuk fiton. Po, 2. Nëse është menduar që konsulenca e idejimit të fushatës Trump të jap disa nuanca në mënyrën e zhvilluarit të fushatës Partisë Demokratike, deri tani që po flasim, nuk ka asnjë ndikim. Fushata e Partisë Demokratike është fushata e 15 viteve nga mënyra si është ndërtuar fushata. Jo, është më e qetë, është më e qetë, është më korrekte. Po flas në strukturë, po flas në i shkon apo jo është tjetër gjë. Nuk po flas në tone, në mesazhe, unë po flas si organizim. Si organizim, kjo fushat është një fushatë e cila nuk ka asnjë diferencë me 2005-ën, 2017-ën, po doni thoni 2021-shin, është fushat tipik klasike që s'ka asnjë komponent modern, provokues, surprizues, gjithçka është e ditur. 2, 3, përmbajtja e tekstit të cilën lexon zoti Berisha, që quhet program,
emërtohet si konservator, po brenda ka shumë element social-demokracisë, mjafton t'i referosh pakesën dëmshurisë dhe këtu ti shikon që është një konglomerat elementësh që i gjen që nga 2005 e deri sot që i qaset për dëja elektoratit. Asnjë risi nuk ka në mënyrë se si mendon të projektoj qeverisë nesër, ku konteksti është shumë herë më ndryshe, ku sfidat janë shumë herë më të ndryshme, ku konjunktura gjeopolitike është shumë herë më ndryshe dhe ku digitalizimi i gjërave është shumë herë më ndryshe. Këto janë tre konsiderata. Për sa i përket zotit Çollaku është kjo. Pyetje nuk bërë. Nëse zoti Berisha me dashamirësi ka bërë çdo përpjekje dhe mundësi që zërat ndryshe të zënë vend hapësirë brenda Partisë Demokratike dhe unë nuk e vë ndyshim se s'kam arsye ta vë ndyshim atë çfarë thotë zoti Çollaku. Por ama pyetja më shkon këtu. A dini ju ndonjë nga ju që konsideroni si persona me mendim ndryshe të jeni në listat e sigurta sot Partisë Demokratike? E kisha retorike këtu? E kam, edhe jo, pyetje mund, ndoshta jam dhe pa informuar. Retorike. Po, kemi sekretarin e përgjithshëm. Se ky është akti apo Po jo? nis me Edhe zotin Gjekmar. Ky është akti. Ndonjëherë mua më dukej, është e vërtet kjo çështje e bashkimit PD-s dhe pranimit PD-s të mendimit ndryshe. Dhe mbas unë mendoj sfida nëse PD do të jetë sukses apo jo, pavarësisht fushatave, programeve, do të jetë sa do të arrijë PD-ja kjo skuadër, që po shohim këto kandidat, të përthithin jo votën e mbështetësve fanatik të vet, Sigurisht. por votën e elektoratit që qartësisht është kundra qeverisë, por qartësisht mund të ketë vështirësi për të ardhur te PD-ja. Betejja, paktën unë personalisht, këtë betejë kam vendosur të bëj, po e them tu të ju për të parë. Dua të shkoj të testoj atë pjesë të njerëzve të qytetit Tiranës, të cilët mund kenë edhe vrejtje Kashimeja apo PD-s apo këtij formati, por janë kundër qeverisë. Dhe çdo vot, dhe prandaj reagova tek Partia e Tretë. Po pra ti po përfshirësh atë që teorikisht duhet ta bëjnë partitë e reja. Që normalisht duhet ta bënte PD-ja në fakt. Duhet projektonte një fushat për të thithur me kandidat për të thithur votën e grisjen e quajmë. Votën dhe të kritikëve me veten. Pra unë nuk mendoj që PD-n duhet ta votojnë vetëm ata që fanatikët që duan zotin Berisha. Unë mendoj që PD-n duhet ta votojnë dhe ata që janë kundër zotit Berisha. Por që përmes PD-s mendojnë që mund realizohet rotacioni politik. Keq mirë ky sistem me listën e hapur, ty të lejo të zgjedhësh për shembull midis Sigurisht. përmend